Përshëndetje miq të dashur të Kosova Info. Kemi ardhur në event të veçantë të një mik i veçantë. Sot kam ardhur me vizitu mikun tem, shokun tem të nderuar, Lulin, për shumë arsye. Lul, faleminderit shumë që na ke prit. Faleminderit edhe për juve shumë që keni ardhur me na vizitu këtu Gimi, këtu në fshatin ton të Suarekës, Sambadrogja. Është për një vend i veçantë shumë. Këtu e kemi na ku bëhet rrushi, edhe rrushi bardh bile është. Qase edhe bardh. Edhe unë të kom prit motit kom prit tyje, si mik me ardh edhe të kom prit tamon me rrush të fshatit ton këtu në që vendi jonë. Edhe ato rrush bardh. Edhe rrushi bardh ata. Lul, që që kalon Luli një ditë? Luli e kalon një ditë këtu në lokal këtu, kaloj me shoqni, me njerëz dashur të mi. Po në TikTok ka njerën që të... Në TikTok ka njerën ka pakës një edhe në TikTok aty në rrjetet sociale. E qështu jam ma shkurt, jam aktiv, jam Gimi. Këtu je në lokalin e juve, po? Po, lokalin tonë këtu. Qësh quhet lokali? Lokali quhet lokali këtu te Gipa quhet. Te Gipa? Po, dhe unë jam këtu në, bashkë vllazën jemi me Gipa këtu në, e mbajmë këtu lokalin bashkë. Si lloj menaxheri? Menaxheri herë po të shoka herë të piskit punëtorëve? Po të shoka herë të piskit punëtorëve? Jo, s'jam unë asi njeri, nuk jam asi djali që ju bërtiti punëtorëve, ose nuk jam një djali asi, jam një i qeti, but jam. E di ju në të njëvesh. Nuk jam asi njeri, jo. E di ju në njëvesh, po të pak po të kam që më ngutë, sepse emisioni ju në është pak si ma show, nuk është me dhimbje, do të më kam sa ma show. Veç Gima, unë e tyje të kom prit për me shumë motit kom prit, ka herë të kom prit tyje, po edhe ti Gima, je një djallë shumë i mirë, i vullnetshëm, i motivun për këtë jetën, që me bota nga ka falë zoti kështu në, po na nuk do të dalëm. Çdo sen që ai e shkruna do të me pranu edhe me konë gjithmonë pajtu me fatin të unë. Po, e vërtet është jo, Lull, na të regon so kisha që ikësve dhe. Shoqni? So në di, po kanë qefë dhe shikus të unë me pa. Po, kam shoqni Gima, bukur mirë kam shoqni, e kam rrethin e zgjerun e kam ndërshok, kam njerës shumë, kam besa edhe vipa kam shok, kam politikana shok, kam biznismena shok, kam shok shtu të femiris që i kam pas, kam shumë shok, me rafojnë shumë gjithë, kur të më rafojnë shok të mi, për afer, beso që nuk e di vetin që jam, shtu në karroc, po e di vetin që jam tamam normal jam, nuk e ndi vetin që jam një person me nevojat veçanta. A mendon se edhe kategoria jonë do të zhvillojnë një aktivitet qoftë sportiv, qoftë kulturor, diçka edhe ta mbështet Ministria e Kulturës ose Qeveria e Kosovës? Po, Gima, dhe unë ashtu mendoj që duhet me në përkrahë neve shteti e Ministria Kulturës për aktivitetet tona sportive. Normal që kem nevoj me në përkrahë shteti Ministria normale Kulturës për aktivitetet tona sportive, me vrapime karroca, basketbolin, shahin, mundjen e durve, tenisin, e gjitha këto që më përfshinje për me na përkrah njeve edhe na që me qenë edhe na më konë të barabar me
të gjithë, e jo me në lanë, anash me në lanë. Po, ti a ke marrë pjesë në lojnë që është para buqë? Po, ko marrë pjesë edhe aty loja para buqë, ajo më ka pëlqy shumë ajo loj. Ajo e le aktiv atë? Sepse dhe unë jem kanë, po në jem kanë, po edhe unë nuk jam mo aty, po më ka pëlqy shumë ajo loj mua. Shumë është doje mirë, edhe ka shumë njerëz aty që i dhonë veti shumë zërë, shumë vullnet kanë për atë loj. Ajo loj është sidomos neve, në që ka jemi kategoria jone dystrofi muskulare, që jemi na, ajo loj është për neve shumë është e mirë. Nështë një ditë kena me shku edhe ato me vizitu kur të kanë një loj. Do të lujna bosh, do të këqymi cili, do të amujna njoni tjetëri. Po në kom fitu një ere, po ma nuk kom marrë pjesë. Ma nuk kom fitu. Nuk kom marrë pjesë, ani kena veçit një meq bashkë. Ani bashkë kena veçit një meq, edhe kena me këqyrë cili jemi matë fort. Lull, cilat janë vështërësit e tonë, atë kategorisë tonë, për qasjen në kulturë, në sport, në tëna aspektet që mujna na me kry. Shiko, qyre, në kategoria jone, sidomos që jemi, kemi shumë pak përkraje prej shtetit, prej shtetit nuk kemi shumë përkraje, është përmirësu, po jo shumë, nuk është përmirësu. Nuk është përmirësu, sidomos në për qasjet infrastrukturës, shumë pak kemi në për qytete, parkingje nuk kemi në personat, edhe aktivitete sportive që bëhen, vetëm aktivitete sportive që në bëhen, na jemi prej mas shumë që na bëjnë aktivitete hendikosi. Tash, po të me cek që e kemi ditën 3 dhjetori, dita personave me nevojat veçanta, besoj që këtu në Soharik po plasë, që edhe hendikosi, po edhe komuna, kryetari na përkrahin këtu për aktivitetet tona se çka bojna. Edhe kemi festarin këtu e kemi, matë festari ka tetori, funi shtatorit, fillimi i tetorit matë këtu, kemi aktivitete sportive, kemi basketbolin, kemi shahin, kemi vrapime karroca, kemi mundje durve, kemi një ditë veçantë na, personat me nevojat veçanta shka jemi Soharekës që na bon komunja neve një ditë, na bon neve që më marrë me aktivitetet edhe na aty që me pas edhe na drejtat të më kanë i barabartë me ata gjithat çka janë këtu nëse e kemi tradit na, e kemi kulturën tonë për me shfaq aty rrushin, pemt, perimet, gjitha këto i ekspozojmë në atjeneve, i ekspozojmë në qytet. Qytetin e Soharekës? Po, qytetin e Soharekës. Lull, na fol pak për fshatin e juj, fshatin sa Madraq. Po, Gima, fshati jonë sa Madraq njihet shumë për kultura të mira njihet. Këtu bëhet vendi rrushi, ku bëhet rrushi shumë i mirë, bëhen besa edhe chips, bëhen shumë chips e mira i bën fshati, edhe ka vende shumë karakteristike, e kemi kronin këtu ne, kronin fshatin këtu tonin, e kemi xhaminjën, shkollën, kemi vende të mira kemi. Sa banori ka shumë këtë? Po, ka banor dikun 2200 banor janë. Mashallah. Me shtëpi diku janë 800 shtëpi janë fshati janë. 800 shtëpi. Po më duket që ose e para, ose e dyta është në komunën e Soharekës. Po. Gim, tash unë e tregova tyje për Soharekën, për fshatin tonë këtu në Qëshasht.
po ti pak tash mund të treku mua për atë anën e ne ka fush Kosova, se qysh është gjendja e nena, qysh kalon ti nena tonë, qysh kalon ditën, qysh kalon ma shkur qysh kalon ti nena në tonën. Edhe unë kam qef me të dëgju tash tyje, qysh më dëgjove ti mu. Gima është një vend që tash ma të se ma more moderizmin për iso dhe të se po më pyte ma të mira. Unë kom jetu në një fshat Kushevicës të komunës Podujevës, atje kanë qenë gjendje tepër konë e shtirë prej komunës mas pare. Tana e fillojmë prej të tënëm sepse unë s'kom mujtë me pagu 2 herë rrymën të retën ma kanë këfut. Unë s'kom mujtë me kry do obligimin më kanë dënu dënim 5.000 euro për shamu. Hajde e kam atë. Po pse të kanë dënu aty? A kanë di që jeti një person me nevojat veçanta? Po e kom pos me dokumenta me krejt, që jam konë person me nevojat veçanta, po ashtu funksionan. Tash kom dalë në fushë Kosovë, edhe ato falë bosit tonë shazir palushit, kam dalë në fushë Kosovë, ato është një vend pak ma mirë, është ma qetë, është për shembull mjekun 2 vjet të shtëpia, atëherë s'ka ardhur, atje ku jam konë. Për me rrymë deshna edhe me ta bo pyetje ty, sa i vjen duli të rryma? Qyre, une kam qështati rrymën e kam orën në emërtimin, po nuk kam pas diçka problem që më ardhë me ma këput rrymën. Jo, problema së në tash s'kam, po a ka ndodhë, sepse na kemi jetu edhe ka ndodhë, e vërtet që ka ndodhë. Ma herët ka ndodhë. Për shembull, ligji që u miratu tash, ligji për rrymë, neve nuk na rrokesh kategorinë tonë. Ajo është një sen që na ka shkel shteti. Qyre, ku përmendit ti ligjin tash të na që e kemi, do sene janë shumë të mira janë gjimi. Po janë shumë të mira, po nuk i kanë miratu. Do i kanë miratu, do tash nuk i kanë miratu. Tash ti do mos pensionet, nuk më thonë që janë shumë të dopta, po mund më qenë, ala më mirë pensionet. Jo dopta janë. 180 euro i kiti. Po, 180 euro, po, duhet ala më shumë më në rritë. Sidomos na që jemi kategoria jone, që është ma e rande, na duhet me pas edhe asistentin, edhe me asistencë nuk ka shumë robe. Me asistencë, logaritën keqja e shumë që është. Keqja e shumë që nuk ka shumë e lartë. Edhe a përdor luli barna? Jo, nuk përdor gjima barna, vetëm kur tasht nevoja që e kam në grip që ma nxet, po. Kështu barna jo. Për njëherë që ato 180 euro për një grip të shkojnë? Po, e vërtet është. Është e vërtet? E vërtet është. Po mos me pas edhe financat familjare. Po, në di që ti nuk e ki kushtet, nuk i ki keq, po për një njeri si na, po menaj që dikush edhe ma në familje me qatë. Po. Dikush edhe, për shambull, unë paguj rrim, paguj uj, bërlogën jo, se ma ka je komuna Fushkosova që i falenderoj. Po ka shumë njerës që i kanë sanet edhe ma keq. Ka njerës, se unë kom shumë. Ti bide të kish shumë shok, edhe bide na që në kontakt edhe me ta, sepse na dojna me bo një emision që me shkun ma gjatë, edhe me shkun me ditë për këtë kategori që apo bo, që shpo jetojnë. Edhe unë e gjima kisha thonë që kisha përkrah tyje, ma shumë, që i kisha bo apel atin dhe kategorisë tone,
që jemi në persona me nevojat veçanta që edhe ata në dalin në të shprehin shqetësimet e veta, si e kalojnë ditën, sa kanë kraj edhe ata prej shtetit, kjo është shumë më mirë. Dhe unë ju thomi kategorisë tonë që sa më shumë me përkraje gjimën në këtë emisionin. Jo të njëjtë, por të gjithë të barabartë. Jo të drejtë, po... Jo të njëjtë, por të gjithë... Jo të njëjtë, por të gjithë të barabartë. Dëllë, ne të falenderojmë shumë nga zemra që ke pranu me kam pjesë e emisionit tonë të parë, të dytë, të edicionit të dytë. Falenderoj shumë, inshallah Zotit t'jep punat mira ty edhe krejt kategorisë tonë. E një mesazh për fund, kisha me thonë me dhonë për emisionin tonë. Çka do të me bo na ose shteti për këtë kategori? Gjima ju faleminderoj juve shumë që ke jasht si musafir, po e faleminderoj edhe Kosova Info që ju të ka mundësue me bo këtë program për të drejtat e tona, që më kanë të gjithë të barabartë me qenë, edhe unë e ju bëjthire kategorisë tone që sa ma shumë në të bojnë mesazhe që mi shkue shtetit atje në altë që me nga përka sa ma shumë ata që më kanë na sa ma aktiv më kanë na personat me nevojë veçanta. Edhe një pyetje po ta bëjnë fund. Po? A duhet ne si kategori me dalë para qeverisë me bëni protest për të drejtat e tona? Duke fillu prej energjisë, prej tëna që kemi krejti kemi të shkele, a kështë mendu ti për atë punë, sepse unë e kom mendu, po nuk më ka aprovu prej disa njerëzve. Dima, unë edhe jo ti që e keme, po edhe ti e ke mendu, po edhe unë e kom mendu ka herë që e kom mendu këta që me dalë edhe na protesta para qeverijës për të drejtat e tona, mi luftua na drejtat e tona, për me pas drejta që kategoria jone mos me qenë e neglizhume, po me qenë tamam kategori e lartë, me qenë jo kategori, na duke ndasht më konë kategoria A, e jo sot, na jemi gati kategoria Zh, jemi. Jo gati, po jemi Zh. Shtetin tonë. Për shtetin tonë, për qeverin tonë. Na nuk jemi kur gjëhesh, vetëm për vota. Se çdo qeveri... Kur të shpuna për vota, vinë, na dojnë, na respektojnë, na vinë, po edhe në sen për ta ka dojnë. Nuk e kum ditë sa njëri kish pas numërin tem. Edhe për vota ka dhirë, atë ka dhirë ti që është të dhirë. Po. Edhe ju kallëzoj kështu haptas që une nuk e vetë i ban kërkanis. Jam i shgenim me ata. Edhe unë jam i shgenim që unë e gjima shumë, për me, se e kom këtë lokalin, shumë institucione, me shumë politikan të lartë, para me presidentën, me kryeministrin, me ministra, me gjithë, me krye parlamentari. A i ke pyt ata, se na besoj që kena me... Po, i kom pyt unë... A i ke pyt se, vesh pak, a i ke pyt se, a është mirë, vesh një javë dit me ju karrëc me najtë. Po, ju kom thonë edhe ata. Unë besoj që kena me pasë edhe ata në emision. Kam arë dita kur kam ja u bo këtë pytje, kam ja thonë rrëni veç një 10 ditë spakun në karrëc, për jetën e... Po vetëm një orë ata në ta... Jo një orë ka nejtë, Ka nejtë me 30 orë, kur e një qeveri mas pare. Ka nejtë një orë në karrëc, kështë më na përkra. Përkraja bëhet ndryshe, jam një karrëc. Sidomos kryetarët të parlamentit, i kom thonë që sa vite janë bëhe, për e ligjet e tona,
gjuhën, hernat kur djen puna për mu aprovu ligjët tona, nuk e aprovoni që 25 vjet u bonën, hernat qyshet parlamentit e herën ka qyshet parlamentit gjuhën projekt ligjët e tona e nuk i aprovoni, shumë pak i aprovoni këto ligjët tona. E pra miqtë të dashur, falenderojmë shumë Lulzim Morina, musafiri jonë i parë në këtë emision. Po ashtu falenderojmë edhe mbështetësit e këtij emisionit, Golden Eagle, Protex. Falenderojmë të gjithë ata që e shikojnë me umu, Agim Pajazitin, miru pafshëm në edicionin tjetër.